Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data sot është 11, muaji është i 7, viti 2026. E shtunë, jemi pak para mesnatë. Dhe, kur çdo gjë veç më po merr përfundimin e ditës, në Maqedoni vargëvi lajmet dhe atë gjysmë të vërteta, të plasuara nga pushtetarët. Çfarë ishte e vërtetë dhe çfarë ishte gjysmë vërtet? Në Tetov u mbajt protesta. E vërtet, kishte njerëz, për afërsisht sigur radhën e parë, për kësaj radhe veçmë me petk, pra e mbështjell me petkun e BDI-s. Proteste e cila u përcollë dhe me njerëz nga Shkupi, u pa aty Behar Osmani, deputetja e Vlenit e kështu me radhë. Pra, e vetmja gjë që ndryshoi nga herë e parë ishte ruta, marshuta, nuk erdhën shkurt aty nga ajo ishte që thon Korzo e Maqedonaze, por i ranë asaj rrugës poshtë atje deri te rrethi te Tregu. Dhe unë gjithë nalt për nga komuna. Okej, strategji. Çfarë nuk u tha? Gjërat e njëjta, pra kush e tradhtoi Tetovën Bilalli, kush e shiti Bilalli, kush atë Bilalli, kush atë Adnani, kush këtë Adnani, kush hoqi gjuhën dhe kush nuk dërgoi në gjykatën kushtetuese të Republikës së Maqedonisë dokumentacionin Adnan Azizi dhe Bilal Kasami. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, në ndërkohë, Bilalli ishte në Tiranë me ekipën e vete për të dëshmuar se ja, ne nuk kemi asgjë me shtetin shqiptar dhe se okej, kur nuk ka, unë tash do mundohem të bëj dy krahasime. Shteti shqiptar është shtet mbi 113 vite. Të gjitha lojrat i ka të njohura, si politika, po ashtu edhe të sigurimeve. Shishja pun ka. Dhe, duhe pyes juve, dëgjuesve të mi, nëse unë jam ai i cili shtit të dhënat në kompjuter, jap edhe të drejtë, pra të drejtë njëshile që në kompjuter të lexohet ky emër. Por unë jap edhe me njerë mas 1 minuti të drejtë të hek ata njerëz për momentin të mos duken. Diçka është duke u luajtur atë shumë e ulët në atë që quhet listë non grata. Pse kthyen para disa ditëve 3 njerëzit gati se më eminent të Vlenit. Bekim Qoku dhe Adnan Azizi. Pse kthyen? Kush ishte ai katërti? Të gjithë ta të cilët edhe televizioni shenja Kinsen, thoi se i di disa gjëra, edhe shumë mediume të tjera të cilët kontrollohen nga Vleni, se jo ky, jo ai, jo ky, për të mbuluar. Pra, një personalitet mjaft i lartë i Vlenit është kthyer prapa. Unë kam një informat, ndërmjet rreshtave kam nxjerrë edhe në te portali im, por edhe në këtë mohabetet me ju, por, edhe njerë po e kthej. Do thonë, njeriu është ai i cili ja jep të dhënat kompjuterit dhe ja largon të dhënat e kompjuterit. Në ndërkohë, dikthehemi pra pasaj, por unë do ndalem në diçka tjetër. Edi Rama ka folur për çfarë herë, a përzihet apo nuk përzihet në punët e Maqedonisë. Një miqësi që nuk e mohoj, jam krenar për atë miqësi, për arsye historike, personale, si doni, me Ali Ahmedin, por askush nuk thot dot dhe nuk mbështet dot me fakte që unë të kem ndërhyrë ndonjëherë në fushat në Maqedoninë e Veriut, që unë të kem bërë ndonjëherë në një gjë për të favorizuar njërin edhe për të sulmuar tjetrin, larg qoftë. Kam qenë gjithmonë respektues sepse besoj që kjo është mënyra më e mirë se si mund ndihmohen ata. Për sa i përket Kosovës, Kosova është shtet tjetër. Kosova nuk është një krahinë e Shqipërisë, në kuptimin nuk varet nga Shqipëria, është një shtet tjetër, ka institucionet e veta, kështu që unë Albinin gjithmonë e kam thënë e takoj me shumë pajësi se na ecën mohabeti shumë mirë kur takohemi,
edhe bëjmë shumë humor me njëri tjetrin, po të kishte një kamera të shifte. Kur unë takon me Albinin, do hapite i gjithë dynjaja. Po pra, ky ishte dirama i cili nuk e flet të vërtetën deri në fund. Vërtet nuk e flet të vërtetën. E dini pse nuk e flet? Po sa shish për këtë situatën e fundit që ndodhi me kufirin. Fakti është i faktografuar, me fotografi, me video, me të, se dy eksponentët kryesor të Vlenit, Raha Gjoksët, Bekim Qoku, LVV, brenda Vlenit dhe Adnan Azizi kthehen. Aty, në të majtë, në të fotografinë, kur e keni përballë kompjuterit tuaj apo celularit tuaj, është një njeri mjaft i afër i Bilal Kasami. Dhe brenda natës kanë lëvizur telefonat, kanë lëvizur muhabetet, kanë pasur ndoshta edhe thirrje direkte nga ajo që ka mundësi informat dhe është hjekur dhe u kanë thënë hajde tash e jeni të gjithë. Sepse shteti jam nuk mund sipas një logjike të prezë fëmijët e vet. Nëna i prezë fëmijët e vet? Jo. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Pra, gjithandej. Dhe do ndalem pak në atë që quhet, pra, unë jam Mesut Shabani dhe nuk mund të asesi të pajtohem me një situatë mjaft interesante. Nëse unë jam taksapagues dhe jam i rregullt i këtij shteti, nuk mundet parat e mia që merr shteti direkt, këtyre ditëve kam bë pagesën më njëherë me 30 me 100 e kam bë pagesën e taksës së shtëpisë komunës së Tetovës, dhe ato para të shkojnë direkt për ndërtimin e objekteve në Maqedoninë Lindore. Ndërsa, kur duhet të kthehen tek unë, ne duhet të presim 2028-ën, bëjmë kërkesa, kështu tha Nikolovski, për Hekorudhën, kështu tha Nikolovski, e cila është gati. Ndërsa atje nuk ka pritje në Maqedoninë Lindore. E njerë fillojnë realizohet. Dhe më ka penguar dhe më pengon ajo. Pse qeveria Vlen, VMRO, nuk del të sqaroj. Si është e mundur investimi vetëm, por edhe mbi të gjitha. Dalin në Tetov, vjen në Tetov dhe merret zëvendës kryeministri i parë merret me një pjesë të rrugës Shtivska, e cila nuk është në kompetencë të ministrisë, por është sepse ka disa rrugë të Tetov që janë si rruga e Lindenit e kështu me radhë industriale, rruga që shkon nga teleferiku për Ndërçisë të Madhe janë nën kompetencë regionale. Mirë, po kjo jo. Rruga Shtivska në Tetov është në kompetencë të komunës o Bilal. Ku sheftoi Nikolovskin për të bërë PR, propagandë edhe jo dhe ai? Nëse rruga Shtivska në Tetov është rrugë lokale, atëherë mirëmbajtje, rikonstruimi dhe asfaltimi janë në kompetencë të komunës së Tetovës, sot në atë që quhet ligj për komunën e Tetovës, cilën e zbaton komuna e Tetovës. Jo të Ministrisë së Transportit. Nikolovski po bën në qendër të Tetovës propagandë me Tetovën, duke i ndihmuar Bilal Kasami. Rruga Shtivska nuk është projekt nën kompetencën e Ministrisë së Transportit, por është rrugë lokale që bie nën përgjegjësinë e komunës së Tetovës dhe kryetar Bilal Kasami. Pra, unë ja u tregoj një përvojën time. Unë jam i vetmi në Maqedoninë Perëndimore dhe Maqedoni që reagoj për këto gjëra. Si Mesut Shabani në portalin telegram.me dhe në podcast. I vetmi. Dhe kam pasur disa kërkesa këshillëdhënëse të mira nga disa gazetarë të bllokut maqedonas dhe nga disa politikanë shqiptarë, mos u merr me ato. Jo do merrem. Unë përveç si gazetar kam të drejtën edhe si qytetar, kam në shtetësi të këtij shteti. Dhe nuk mund të më ndaloj të shfaq mendimin tim si taksapagues i rregullt. Ku janë paratë e tetovarëve? Të bëjmë rrugë, të bëjmë ndërtime, Nikolovski hyni në faqen e tij zyrtare, hyni në faqen e kryeministrit. Ka dalë kryeministri mbrëm dhe thot, në orë do bëjmë rindërtimin e gjimnazit plus edhe të konvikteve. Dhe kur merret ajo se duhet kthehen investimet në Kokë Banori, po nuk ka Kokë Banori më shumë si qytet manastiri të cilët e votojnë kryetarin e manastirit se sa Tetova. 87.000 votues ka komuna e Tetovës, o Bilal, që të votojnë ty, pa marrë parasysh se nuk kanë votuar të gjithë. 87.000. Manastiri 87.000 nuk ka si qytet krejt banor, jo votues. Se ne votuesin madhorët, Tetova ka më tepër me gjithë fëmijët. Dhe pse mundoni që ta rrësitoni se ja diçka po bën? Kinse po investon në Maqedoninë Perëndimore. Tregoni me fakte. Tregoni me fakte. Dhe ai Babaxhani erdhi në Tetov dhe shiti dardha. Pas të rrena. Dëgjoni cila është rrena më e madhe edhe e Bilalit, por edhe mbani mend Bilali kur thotë
kemi gjetur me gjithatë në Azizin nga Katari, ishin bashkë atje edhe Ministri i Arshëm i Kulturës, Sedati e këta delë që thoshin, kemi gjetur do e bim në Kodrën e Diellit, këtë do e bim në Kodrën e Diellit, jetë 200 milion, 300 milion, 500 milion, 1 miliard, 2 miliard, 3 miliard, okej, pak edhe shtoj edhe unë. Përse në lë pa bishtë, dhe zëdhës kryeministri i parë dhe ministri i transportit, vend që të fletë për diçka tjetër, ai e hudh fajin kretë diku tjetër për gjë se planin urbanistik të komunës së Tetovës për Kodrën e Diellit. Shumë thjesht është, pastërë, dy janë personat të cilët vendosin, Ministria e Transportit dhe aq sa ka kompetenca për disa gjëra në dhe Komuna e Tetovës. Dy janë. Dhe ku është faji tash? Qenë ka faj, kote këshin gjetër atje, qenë ka një ndërtor i BDI-s që është pas të rinë. Pas të rinë. Pse nuk e keni ndëruar deri tash? Ta të gjë. Zhvillimi i Kodrës së Diellit vazhdon të mbetet pengi mungesës së planit të detajuar urbanistik, edhe pse Komuna e Tetovës ka përgatitur këtë plan sipas informacioneve është refuzuar 2 herë nga Ministria e Transportit. I pyetur për këtë nga rreth institucionale, ministri Aleksandr Nikolovski tha se faji nuk qëndron tek dikasteri i tij, por tek Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, duke drejtuar gishtin nga blokada politike. Работим интензивно заедно с Община Тетово, можем да кажем. Çfarë blokade politike o Nikolovski? Ato tregoja Mickovskit? Дека сме во доста напредна фаза. Ако не се лажам, може градоначалникот да ме коригира, чекаме уште мислење од Дирекцијата за заштита и спасување. Така градоначалник, да ги замолам онтуи да не блокираат, затоа што блокадата од нив е малку подиректен ќе видам. Значи Дирекцијата за заштита и спасување, оној кој што треба да ни ја даде согласноста и кадар на дујеве да го замолам јавно. Kuj ti tregoni prava kadar i duit? Nuk ka më, kritikën i larguar. Viti 3 i punës i qendrës. На 2 паузи помеѓу високи политики да дадат една согласност од Дирекцијата за заштита и спасување за да можеме да Vetëm arsyetim me boshe që ta hudhin fajin diku tjetër se këta janë shumë të ndershëm, shumë të ndershëm. Pra të investojnë në Maqedoninë, lindër posaçërisht në Ohër dhe në Manastir, në këto dy qytete. Në këto dy qytete. Edhe tualetet, çak disa rrugë, mos flasim, unë përmendi këtu si humor tualete për shkak se çfarë ka të bëjë me ndonjë park të qytetit për fëmijë, lojra kryeministrit dhe zëvendës kryeministri i parë. одобриме деталниот урбанистички план за Попова Шапка и не само да ги решиме викендиците, туку таму имаме големи планови заедно со градоначалникот за да направиме најмодерен скијашки центар на Балкана. Nga ana tjetër, kreu i Komunës së Tetovës Bilal Kasami premton se në seancën e radhës të Këshillit ka në plan që të futet në votim kjo pikë. Sipas tij, projekti garanton një transformim rrënjësor të përfshirë në ndërtimin e hoteleve të reja dhe një teleferiku që do të lidhë qytetin me qendrën turistike. Presim marrim pëlqim nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, ku fatkeqësisht ka disa pengesa që me drejtorin jemi duke i zgjidhur. Unë besoj që nëse jo sot brenda javës që vjen do të marrim pëlqimin edhe të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe pastaj do të marrim edhe pëlqim që kemi dakorduar me Ministrinë e Transportit dhe në mbledhjen e radhës së Këshillit vendimi për Kodrën e Diellit do të kalojë dhe menjëherë do të vazhdojmë me procedurat për zhvillimin e kësaj zone. Pa nuk bëhet fjalë vetëm për Viken Shtëpiza, po bëhet fjalë për një zhvillim shumë të madh të Kodrës së Diellit me ndërtimin e rrugës e cila brenda këtij viti do të përfundojë, me ndërtimin e hoteleve të cilat janë të parapara me planin urbanistik, po përgatitet edhe projekti për teleferikun, pra Kodra e Diellit nga viti i ardhshëm do të ketë një pamje tjetër. Po pra, ky ishte Bilali, i cili nuk tha asgjë tjetër, vetëm e demantoi zëvendës kryeministrin e parë. Tha, jemi në marrëveshje me drejtorin. Hajde tash, kujt i besosh, ka thënë Malizezi, Pushkës? Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej, pra, gjithandej. Dhe. Më dalim prapë te Bilali të ndalim, sepse është vërtet shumë ndodhi interesante kjo në vazhdim që të dëgjoni. Dini pse do ndalim te Bilali? Sepse Komuna e Tetovës vërtet ka telashe. Ka telashe me shitjen e çdo gjë që është vakëf, pra. Çdo gjë që nuk është dhe është rëmës, pra nuk është kthyer pronarve, është vakëf. Sepse vakëfin s'ka kush ta kërkoj. Miftinia heshtë. Dini pse është miftinia? Se ajo pret
momentin për të realizuar planet e saj, pra ta vjetëfishoj dhe njëri për tyre xhepin e vetë. Presin ata. Ujku çfarë do mjegull. Të dëgjojmë se çfarë tha sot në emër të më mirë protektovanë këshilltari vetëm Agron Arifi. Të nderuar qytetarë, në zhurmën e BDI-s për emrat e rrugëve, pushteti lokal në krye me Bilal Kasamin dhe makinerinë flutuese në Këshill po tentojnë të kontrabandojnë në heshtje disa vendime shumë të rëndësishme për qytetin e Tetovës. Në seancën e të hënës me 13 e shtatit, përveç urmacëve digjital, kjo udhëtësi e fiksuar që punët publike të delegojnë të firmat private për arsye të përfitimeve personale, tenton që parkingut të qytetit i krijojë konkurrencë private. Këtë po e bëjnë duke e dhënë me koncesion ose me partneritet publiko-privat edhe rrugët dhe trotuarët nëpër mohallat e Tetovës, me qëllim që të pasurohet në një firmë private në kurrizë të tetovarëve. Bilal Kasami duhet të përgjigjet. Pse ndërmarrja publike e parkingut të qytetit del me humbje? A është e qëllimshme kjo për të arsyetuar në një biznes me privatin, gjë që do ta çojë ndërmarrjen e parkingut në Humner, njëjtë në për Tetovën, e cila punëtorët momentalisht i ka me 4 rroga në minus. U bë thirrje këshilltarëve të shumicës Vlen Vamoro të heqin dorë nga shitja e pronës publike të qytetit, pasi do mbahen mend si tregtar një epitet që do t'i ndjek brez pas brezi. Në fund një pyetje për Bilal Kasamin. A është haram apo halal shitja e pasurisë publike që konsiderohet vakëf për qytetarët? Kryetar, nuk ka asfalt që mund të mbulojë turpin e tregtisë dhe qëllimin e goditjes së xhepit të qytetarëve për pasurimin e privat. Agron, pasi e çuni lagjes tonë, këtu ku jam edhe unë, një prej pleqje që rregullisht kryen ato adetet e besimtarit pra faljen e 5 vakteve namaz, tha, ky ka halal, se me bismillah i shet. Ishte humor pra. Agron, s'ke çfarë ti bësh. Ka kapur qytetin, urbanomafia, ka kapur qytetin, çdo gjë që ka të bëjë lidhur me xhepin privat të qytetarëve dhe dëmin e tyre. Bile tash në këtë lojë e dëgjova edhe tash më përcjellin mua edhe për kodrën e diellit se si shprehet edhe zëvendës kryeministri i parë Nikolovski, i cili për mua mbetet një ndër figurat më të errta, më të zyrmta të posteve ministrore që ka takuar nga viti 1992 deri tash. Sepse mos investimi në pjesës shqiptare, atë ka. Çfarë ti themi? Bravo. Bravo. Dhe Agron, sot në vërtet të ky drejtuar Agron drejtuam edhe gjithë të gjithë të sinjorëve. Sot duke e përcjell apo duke përcjell se si protesta që u mbajt në Tetovë, Bilali u ngut që tua ngolit pra se ja, çdo gjë është e kot ju që po bëni, unë po bëj punën dhe kam filluar zyrtarisht hapjen e rrugës Tetovë-Prizren. Pra, rruga Tetovë-Prizren ka nxjerrë mbi Shpikëlliç një bager, 2-3 bager aty dhe kanë filluar që të hapin rrugën, ka bërë videon dhe vetë është nga Tirana e lajmin. Okej, nuk është okej, për unë do vazhdoj më tej për shkak se kjo rrugë nuk ka kush e ka fituar tenderin, nuk ka transparent publike sa do kushtoj, nuk ka se sa është bërë ekspropriimi e kështu me radhë. Vetëm ja ka futur kot që të bëj efekt PR. La, nuk e ha më specin djegës për spec të butë. Nuk e ha. Dërsa, çfarë keni ju me zëvendës kryeministrin është çështje juaj private? Sot ka nisur punimet në teren për segmentin e rrugës Tetovë-Prizren që ka lënë mbi fshatin Shipkovic. Kjo pjesë e korridorit Tetovë-Prizren është e rëndësishme sepse me këtë po nisin në teren punimet për realizimin e këtij projekti parë-kombëtar. Besojmë që me projektimin edhe të tunelit, përfundimisht ëndra e shqiptarëve për të lidhur përmes sharit po bëhet realitet. Po pra, dëgjohet, ky është Bilal Kasami, fenomeni. Vërtet fenomeni. Unë nuk kam ditur se pas ka punuar me një universitet privat, këtyre ditëve kam marrë vesh dhe çdo gjë e kam të qartë tash. Çdo gjë e kam të qartë. Pres me zit që të zgjidhen ministrat dhe do kes punë edhe me disa ministra për çdo ditë. Ministri i Drejtësisë nuk e fshej, cili dhe ai sot ishte në
Tiranë dhe qeshte ta Maqedon thënë kiselo hidhur qeshte, ashtu me një ironi të papar. Pra, gjithandaj, dhe unë tash të bëhem pak më i mençur. Kërte të mbahem pak i mençur. E dini se jam i mençur. Më thojse. Komuna e Brvënicës, të jetë një rast vërtet shumë interesant, i papar dhe i pandodhur deri tash se përket koalicionit qeveritar. Zgjedhjet e fundit të vitit 2025 për kryetar komunën e Brvënicës, ku fitoi kandidati VMR dhe Përnes. Rezultoi suksesi i veçpëtash të ndjerit Ilievskit me shumë X dhe Y. Edhe pse ai ishte pjesërisht i kapshëm për një pjesë të popullatës, sepse pas ka pasur raporte dhe pas ka punuar për disa gjëra për disa fshatra shqiptare. Dhe shumë shka pastaj doli e njohur për opinionin. Në fillim, Vleni e pranoi kandidaturën, pastaj e la në gjysmë. Kësaj radhe nuk është ashtu. Kandidatura e përfolur këtyre ditëve nga radhat e VMR nuk e shënef opinioni poshtërisht në rrjetet sociale që kanë eksploduar me komente nga komuna e Brvënicës. Po, komuna e Brvënicës është një komunë me shumicë të madhe shqiptare në rajonin të Topës. Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2021 të entit shtetëror statistikor, struktura etnike është kjo. Shqiptar rreth 75 deri 77%, maqedonas rreth 20 deri 22%, të tjerë turq, rom, bosnjak, 1% e vogël. Komuna ka rreth 15.000 deri 20.000 banorë dhe përfshin fshatra si Brvënicën, Qellopekën, Radiocën, Sedllarsën e Epme, Sedllarsën e Poshtme, Gurgonicë, Stenqe, Miletin, Vullkovi, Blac. Në aspektin politik, kjo do thotë se vota shqiptare ka peshë vendimtare në zgjedhjet e kryetarit të komunës. Për këtë arsye, nëse VMR dhe PN kandidohet me një kandidat maqedonas i cili nuk është i kapshëm për popullatën tjetër, suksesi i tij do varet në masë të madhe nga nëse vlen do ta mbështesë zyrtarisht kandidatin e VMR-s, nëse votuesi shqiptar e pranojnë një rekomandim të tillë sipas asaj që shkruan rrjetet sociale nuk besojnë, dhe nëse partitë e tjera shqiptare paraqesin kandidatë të përvarshëm ose të veçantë. Pikërisht për shkak të kësaj strukture demografike, zgjedhjet e parakohshme në Brvënicë mund të shndrohen në një provë të rëndësishme politike për marrëdhënien mes VMR dhe PN dhe Vlenit. Nëse shumica e votuesve shqiptar nuk mbështesin kandidatin e VMR-s, gara mund të rezultojë shumë e vështirë për koalicionin qeverisë. Zgjedhjet e parakohshme për kryetarët e komunës së Brvënicës pas ndarjes nga jeta të Jovicës Ilievskit rrezikojnë të nxjerrin në pa përplasjet e fshehura mes partnerëve qeveritar. Nëse VMR dhe PN vendos të kandidojë me kandidatin e saj dhe pret mbështetje të plot nga Vlen, atëherë Vlen përballet me një sfidë të madhe politike. Si do t'i bëjnë votuesit shqiptar të votojnë për një kandidat të VMR dhe PN-s? Kjo nuk është as pak e lehtë, pasi një pjesë e elektoratit shqiptar mund të refuzojë një kërkesë të tillë. Si tha VMR-ja, nëse raboti za etnikum, se raboti za etika. Jo, më këtë. Edhe sega da se vrati, da se raboti za etika, ne za etnikum. Çfarë nuk ka. Nga ana tjetër, nëse VMR dhe PN garon e vetëm mbetet për të parë se do të arrijë të sigurojë fitore pa votat e partnerëve shqiptar. Edhe ky është një nga skenarët më shumë pikpyetje. Prandaj Brvënica nuk është vetëm një zgjedhje lokale, por mund të kthehet në një provë politike për funksionimin e koalicionit qeverisë. Nëse palët nuk arrijnë një marrëveshje që i kënaq të dyja, tensionet politike mund të rriten dhe shoqërohen me deklarata apo kërcënime për rishikimin e marrëdhënieve brenda koalicionit. Dhe ja rasti për BDI. Brvënica mund të tregojë nëse partneriteti VMR Vlen mbështet në një strategji të përbashkët politike apo vetëm në një shumicë parlamentare. Rezultati i këtyre zgjedhjeve në Brvënicë mund të ketë peshë shumë të madhe se sa kufit e një komune. Po pra. Nuk është. Po pra. Po pra. Dhe edhe PD-shtja sot ka mbajtur takimin e parë lidhur me atë që quhet kryesia e re e PD-shtës. Derisa sot pritesh të varë protesta e reorganizuar nga BDI, lidhur me emrat e rrugëve në Tetov, kreu PD-shtës zoti Mendu thashë doli me një reagim. Ai ka quajtur hipokrizi të Ali Ahmetit dhe BDI-s protestën, duke theksuar se BDI dhe Ahmeti protestojnë kundër vetes pasi vetë e lanë çështën e pazgjidhur, me çka i hapën rrugë kushtetuese të merr vendimin për kthimin e emrave të vjetër. Kjo është tragjike komike, sepse gjithë thonë se kjo është një protestë kundër vetes, por unë mendoj se kjo ka filluar të bëhet edhe e gërditshme. Është interesant se ai, njeriu që thotë se na ka çliruar edhe se Tetovsi ka kthyer një pjesë të emërtimeve shqiptare është nga Kërshova dhe çuditërisht edhe ky djalë që vëj protestat në Tetov është i Kërshovës. Tu thuash të varëve se u kanë çliruar me emrat e rrugëve, u kanë vendosur Shqipin në të njëjtën kohë në Kërshova vazhdon të ketë bulevardet Jena dhe Marshall Tito. Kjo është më shumë si paftyrsi deklarim do thash kryetari i Lindjes Demokratike Shqiptare. Se për këtë udhëhecit pjesërisht kishte të drejtë, herën e parë ai komplet ishte, pra mendoj ka të drejtë atë. Udhëheci i atyre protestave një tullac ishte, flok nuk ishte, okay. Nuk është okay, por unë vazhdoj më të pra jemi nga fundi. Pati sot protestat e to.
Pra çdo gjë ishte njëjtë sikur herën e parë, vetëm se rreth ruta ishte ndryshe. Pra filloi nga pllështati, nga qendra, vazhdoi deri te rrethi atje ku është tregu, dhe pastaj u mor ana e djathtë, pastaj prap ana e djathtë dhe arritën para komunës. Para komunës u ngjitën tuli far pankarte dhe kjo ishte ajo për cilën edhe qëllimi i protestës përfundoi pa ekscese, dhe është për ta përshëndetur. Pra gjithandej mbetemi me shpresë se çdo gjë në Maqedoni ka politika. Gisht. Okej. Nuk është okej, por unë vazhdoj më tepra të lexoj diçka mjaft interesante. Zjedin Sela, për atë që ndodhi në parlament 2017 në prill, nga shteti ka kërkuar dëmshpërblim. Është kërkuar 1 milion euro dhe i është nda 126.000 euro. Pra është pak. Nuk e di të ankohet, po të kështë gjuar, unë kështë thënë të ankohet. Dhe. Parës nuk e di pse nuk më niste të shoma do filloj tash. Kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi konfirmoi se vendimi për emërtimin e rrugëve në Tetov në vitin 2007 ka arritur në qeveri dhe se PDSH-ja në atë kohë në pushtet ka pasur ndikim që qeveria të heshtë. Sipas ligjit, heshtja e qeverisë nuk kupton miratimin e vendimit. Emrat e rrugëve janë ndruar në Tetov për i natë PDSH-s. Kryetari atëhershëm i BDI-s duket në Romeros, duket në të shqiptarëve Romeros. I kanë ndruar emrat që pasil PDSH në pozitë keqë. Realiteti është ky. Vendimi i Këshillit Komunës Tetovës, kur ka qeveri, qeveria ka heshtë. Nuk është përgjigje. E ka thënë do kush qeveri të heshtë, mos përgjigjet. Në momentin për ligj, që qeveria nuk përgjigjet, vendimi është meritor. Ditë më pas, Po pra, kjo qëndron dhe Mendo Thaçi thoshte se bënte me shenjë nga vetvetja se PDSH-ja ka qenë ajo e cila ka detyruar qeverinë që të heshtë. U ndodha pak më parë nuk reagonte zëri, por tash i erdhi zëri. Pra interneti është vërtet ajo e cila lidh, por edhe nganjëherë të lë në situata të palakmuar. Nuk është okej, unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Pra ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.